Dy antar bande futën një kufon në furrë. Pa u trembur, punëtori i kaldajas shtojeve një lopat me dru. Gjatë djegjes, ra një këpuc me taka. Ishte fiks durata që i kishte bërë vajzës së tij. Shefi hodhi këpucën në furrë, duke i thënë Jackut se ajo ishte një gangstere dhe vrisnin vetëm njerëz të këqij. Ata ishin shok lufte, ndaj shefi vinte shpesh për të zhdukur trupat. Atë natë Jack nuk fjeti dhe në mëngjes nxitoi te puna e vajzës për ta parë. Nga shoqja e vajzës mësoi se Lisa iku me parat atë mëngjes. Jack, duke i nuar të bijën, shkoi te Lisa. Brenda gjeti dhomën rrëmuj me një këpucë të verdhë në dysheme. Edhe pse Jack nuk donte ta pranonte, e vërteta ishte e qartë. Ai gëlltiti dhimbjen, hodhi këpucën në oxhak që vajza të kyshte një palë në botën tjetër. Me të dashurën e larguar, Jack mendonte vetëm hakmarrjen. Para pak ditësh, Maria zbuloi se shoqja e saj Lisa dilte me Tomin, të cilin ajo e pëlqente. E lënduar, Maria i kërkoi babait të saj, shefit, të ndëshkonte Lisën. Ai ja ngarkoi këtë detyrë Tomit. Apritur, Tomi e keqkuptoi urdhrin dhe e vrau Lisën me njëherë. Më vonë shefi dërgoi trupin te Jacku për ta zgjesuar, duke bërë që Jacku të dyshonte. Dyshimet u vërtetuan. Jack u veshi uniforman e vjetër dhe vrau shefin në befasi. Edhe Tomin që erdhi me vrapë rrëzoi. Kur erdhi Maria,